Përshëndetje, jam këtu. Jemi dy motra shqiptare që vendosëm që të flasim për koshiencën kolektive, për energjinë kolektive, për ndryshimet që po ndodhin në tokë, për njeriun. Hello everyone, by the way. Përshëndetje të gjithë. Emri im është Lule Barjami. Faleminderit motra për ftesën sot. Po më shijon. Në fakt, ne thjesht kemi vendosur që gjërat që i diskutojmë me njëra tjetrën të mund t'i ndajmë edhe me kolektivin, duke qenë se kemi kuptuar që kolektivi shqiptar është gati për të dëgjuar diçka përtej asaj që deri tani mund të jetë shpjeguar si misticizëm apo gjëra të fshehta. Ne në fakt kemi kuptuar që mund të shpërndajmë një lloj perspektive që është e thjeshtë dhe nuk është e komplikuar dhe nuk ka nevojë për sisteme, për kode, për simbole e të tjera, dhe është një mënyrë që buron drejt për drejt nga zemra dhe nga inteligjenca juaj e brendshme. Po, një perspektivë ndryshe, domethënë, pa i vënë etiketim. Po. Perspektivë popullore. Popullore. Mund ta shkojmë politike apo jo? Është gjithçka, sepse nuk mund t'i ndash. Për mënyrë se si ne e shikojmë gjërat gjithmonë, ne nuk i ndajmë. Thjesht shikojmë pasojën dhe lidhjen midis gjërave, nga njëra tek tjetra. Dhe mendoj se njerëzit kanë nevojë për këtë. Nuk kanë nevojë shqiptarët vetëm të dëgjojnë në studio televizive apo politike se çfarë ka thënë njëri apo tjetri institucion apo tip njëri të njohur në media. Shqiptarët kanë nevojë të kuptojnë se ku ndodhet tani toka, ku ndodhet njeriu dhe çfarë po ndodh në Shqipëri dhe çfarë mund të bëjnë shqiptarët për të naviguar jetën në mënyrë sa më dinjitoze, të shëndetshme dhe të qetë. Apo jo? Po, madje po mendoja, isha duke ndjekur disa analistë, nuk dua të përmendas një emër asnjë lloj televizionit, se nuk dua të përfshihem, do ja dëgjohem, Isha dëgjojmë. Dhe një nga ide që po më vjen në mendje është se si tashmë Shqipëria, të paktën një nga opinionet e mia është po ndahen njerëzit nga institucionet, pra nuk po veshin asnjë kostum partie, nuk po veshin asnjë kostum ideologjie, kultesh, të fshehura pas partisë. Edhe këtë mund ta them edhe për ndoshta shoqëri sekrete të cilat fshehen pas qeverive shqiptare. Edhe ndoshta shqiptarët tashmë që po ndahen, po shikoj një lloj pasqyrimi se sa të pushtuar kanë qenë thonjza nga interesa të huaj, nga interesa ndoshta dhe politik, financiar, shpirtëror, nga grupe që ndoshta themeli nuk e kanë vetëm tek financat, po ndoshta edhe vetëm tek nafta, vetëm financat apo vetëm toka, po ndoshta kanë qenë shumë gjëra të tjera të fshehura, me një fjalë, ndoshta me një gur, këto grupime të fshehta ndoshta kanë fshehur shumë gjëra, jo vetëm financat. Nga njeriu, po. Eksakt. Dhe një pjesë e madhe që ndikon te kjo gjë është edhe ignoranca. Individuale dhe kolektive. Si arma e tyre më e fortë. Është arma e tyre më e fortë. Një njeri që nuk e di se kush është dhe se si funksionon ai në lidhje me veten dhe me natyrën dhe me ambientin ku jeton, është një njeri lehtësisht i kontrollueshëm dhe i manipulueshëm. Po. E vërtet, në naivitet i njeriu të përdorën në atë farë pikës që ne tani unë si brez gjenerata zëmë një fjalë, se vajta ta thoya në anglisht. Nëse si do qoftë. Më pëlqen shumë ideja që ne po ndahemi, nuk e shikojmë diçka si të ndarë politikën nga financa, nga besimet shpirtërore, fatkeqësisht koha dhe nga vlerat shpirtërore, nga parimet shpirtërore, me sa duket çdo gjë është një trup i vetëm, qoftë financa, qoftë politika, qoftë ideologjit. Është holistik, është një kulturë që i përfshin të gjitha. Domosdoshmë ne duam të lëm spiritualitetin jashtë politikës, po mos ndoshta dhe të duam ne ta lëm, ndoshta nuk e lëm dot. Pra deri tani gjërat, mënyrë se si ka funksionuar deri tani civilizimi ka qenë feja me një institucion të vetën, qeverisa me një institucion të vetën, bankat nga ana tjetër, gjitha këto industrializime që kanë ndodhur, e kanë ndarë njeriu në shumë pjesë. Dhe njeriu paguan gjithashtu dhe shumë taksa. Paguan shumë taksa për diçka që në fakt në tokë mund të ishte shumë e lehtë.
për njerëzimin. Dhe këtu qëndron për të jetuar, e kam fjalën. Dhe këtu po flas pikërisht për luftrat. Se tani ne ndodhemi, unë mendoj që në Shqipëri aktualisht ndodhemi në një luftë të heshtur. Gjenocidale ndaj njerëzit dhe ndaj natyrës. Sepse nëse arrin të marrësh tokët pa të drejtë, të lësh njerëzit pa tokë, të shkëputësh lidhje nga toka, të bllokosh lumenjt, të shkatrosh lumenjt, liçenet, burimet e ujit, ti në mënyrë të drejtë për drejtë, pavarësisht se kjo nuk thuhet në institucionet, je duke rrezikuar jetën e njerëzve që jetojnë në atë tokë. Edhe kush po e bën këtë luftë pra? Pse njeriu, pse kanë thënë që njeriu është një qenie që vetëm ka nevojë të marrë nga tjetri. Parimi i kujt është kjo, domethënë? Kush mendon se duhet të marrë nga të tjerët për të jetuar mirë vetë? Po kjo ideja konsumatore që njeriu është thjesht një parazit që vetëm konsumon. Po ndoshta njeriu ka shfaqur me shumë kohë dhe potencial krijues, aftësinë për të qenë simbioz me tokën. Po. Ekziston dhe kjo ideja që kam dëgjuar, do të thonë se ka shumë teori që çdo individ është shumë i lidhur me tokën e vet, edhe ADN-ja është i lidhur me tokën, ndaj disa studime të cilat ndoshta do e gjej më vonë linkun, që çdo njeri është i lidhur me ADN-n, me tokën e vet, me ujin e vet, me ushqimet që konsumon në të njëjtin territor. Do thonë, nëse kjo simbioz fizike prishet, mos ndoshta prishet edhe spirituale, mos fillojnë disa disbalancime. Po, sepse natyra çdo gjë ka krijuar me diversitet, sipas krijimtarisë së vet, që është e mrekullueshme. Ekzistojnë kombe të ndryshme, gjuhë të ndryshme, çdo popull ha frutat e tij stinore, ka tiparet e veta bimësia ku jeton, siç the ti, domethënë, edhe kur ndodhin gjithmonë ndryshime, migracione, lufta masive, njerëzit zhvendosen në masivitet, po njëkohësisht edhe shkëputen nga rrënjët që i ushqejnë. Se ne nuk kemi të shkëputur nga ajo që na ushqen, jemi bim lëvizëse, në fakt. Njeriu është një qenie që lëviz për që dhe ushqehet nga toka. Ne nuk mund të mendojmë jetën pa tokën. Mbas sa mendoj se sjell diversitet kjo pjesa e emigracionit, po nga ana tjetër, a janë studiuar ndonjëherë efektet e emigracionit mbi njerëzit? Ti ke studiuar politikë, a janë studiuar ndonjëherë çfarë efekte ka psikologjike, fizike, financiare në kulturë, në identitet, padur njerëzit që shumica e njerëzve që emigrojnë ka njerëz që bëhen qytetarë të botës, po kjo është më tepër diçka individuale, kurse në kolektiv shumica e tyre që migrojnë në kolektiv asnjëherë nuk janë të lumtur në vend të huaj. Dhe ne e dim shumë mirë. Gjithë shqiptarët e dim. Të paktën nga ata që kam komunikuar unë të gjithë, thonë që jetojnë jashtë Shqipërisë, e ndjejnë që nuk janë as në familjen e tyre jashtë Shqipërisë, as në familjen e tyre brenda në Shqipërisë. Pra ndjejnë një lloj outcasting, më ta them në Shqipëri, një lloj përjashtimi nga çdo shtet ku shkojnë, sepse nuk ndihen të lidhur. Sado të përfshihen apo edhe me të drejtë tani shqiptarët thëreta i gjaku. Edhe me të drejtë shqiptarët do të kthehen në vendin e tyre. Ky brezi, domethënë që është duke protestuar, duke bërë kilometra për të ardhur në Shqipëri për të liruar Shqipërinë nga pushtimi i brendshëm që kemi. Me të drejtë do të kthehet në tokën e vet. Emigrantët shqiptar kanë të drejtë, duan të kthehen, mos blejnë më apartamente jashtë Shqipërisë, të vinë të blejnë toka në Shqipëri. Dhe të mund të zhvillojmë ushqimin ton, vlerat tona, kulturën tonë, që nuk na kanë munguar. Thjesht nga që jemi një tokë parajs, ka që ne lakmuar. Ne lakmuar gjithmonë. Në ky gjenocidi i fshet, inshallah, nuk. Unë qesh, ne mund të qeshim, po në fakt e qeshur ajo she atë tmerrin. Terrorin e të qenit në një periudhë, në një kohë ku ti do të hedhësh rrënjë në vendin tënd dhe nuk mundesh sepse kanë bërë ligje që e ndalojnë. Me ligje, po. Që e vështirësojnë. Që të bëjnë të ndihesh të përjashtuar, të bëjnë të ndihesh që ti në qoftë se ke vlera, do të shuash ato vlerat e tua që të përfshihesh në sistem, po jo çdo njeri mund të përfshihet në sistem apo jo. Sidomos në qoftë se kërkohet që të luash në një lojë të pisët, një lojë që ndoshta i adhurojnë njerëzit që nuk marrin pjesë në lojra të tilla, në lojra ku i kërkohet të hiqet kultura e vet, të hiqet identiteti i vet, opinioni i vet, me një fjalë të orientohet që një njerëzore. Të dëmtoj integritetin e vet, si njeri.
Pastaj fundja çdo gjë që vjen me një lloj çmimi, le të themi, ndoshta është e dëmshme si për shpirtin dhe për anën financiare, politike. Do të thënë nuk mund të fitosh një lojë që rregullat janë bërë tashmë për të humbur, apo jo? Po, është me hile, është një lojë me hile. Ne po jetojmë në një kohë, në një matriks ku gjërat janë me hile. Njerëzit janë programuar për shumë kohë që të kemi kaluar në një ekstremizëm të individualitetit në këtë civilizim, në këtë industrializim, dhe njerëzit janë shkëputur gjithmonë më shumë nga esenca e vet, natyrale, shpirtërore, nga esenca e vet e çiltër, janë larguar nga ajo dhe njerëzit mendojnë vetëm çfarë të marrin. Çfarë të marrin. Po kush do vetëm të marri? Po. Nëse dielli është falas, uji, toka, nëse ti nuk ndërhyn tek toka, uji, toka prodhon çdo gjë. Do të thënë kush është ai që do të marri? Janë ata që kanë energji vampireske. Nëse do ta shikoj tani njerëzimin, do mund ta ndaja në dy qenie njerëzimin, në qenie që e kanë gjetur diellin brenda vetes dhe arrin të gjenerojnë energjinë e tyre, lumturinë e tyre, dhe mund të jetojnë me të tjerët në simbiozë, dhe njerëzit e tjerë pastaj që duan vetëm të marrin dhe të përfitojnë çfarë ka bën të tjerët. Po. Dhe sa duket ky lloj të paktën sistemi që është krijuar, po ta vësh re, do të thonë është formuar çdo sistem në mënyrë të tillë që e çarmatos çdo njeri nga natyra e vërtet. E çarmatos nga kreativiteti, e çarmatos nga vlerat e brendshme, nga identiteti, nga ëndrat e veta, nga natyra e vetë e vërtet, nga meritokracia e vetë e brendshme, kupton? Dhe fillojnë dal ngadalë harrojnë çfarë dëshirash kanë, çfarë talentesh kanë, çfarë vlerash kanë, për çfarë qëndron një lloj konfuzicioni mendor, psikologjik, një shkëputje shpirtërore e thellë, jo vetëm fizike. Po. Tani momentalisht shikojmë këto dy rryma. Okej? Dhe ne këtu nuk do flasim vetëm për këto si të gjesh fuqinë tek vetja, diellin tek vetja, dhe të mund të dallosh pastaj se çfarë po ndodh jashtë teje, se çfarë është, edhe të mos identifikohesh me kaosin dhe me atë çorientimin që të ofrohet, dhe të mund gjithmonë të gjesh atë rrezën e artë që të lidh me vlerat, integritetin tënd të brendshëm dhe me njerëz që kanë të njëjtat vlera me ju. Për këtë do flasim te ky kanal. Kjo ishte biseda e parë që ndam. Ne çdo gjë që flasim e kemi shumë spontane në fakt. Nuk flasim asnjëherë me plan. Ka raste që me motor kur filloj bëj bisedimin dhe më dalin aq shumë ide, aq shumë mendime të ngjashme dhe jemi dy gjenerata të ndryshme, një gjenerata Z, ti je millennium, mos gaboj. Po, millennial. Dhe themi pse nuk kemi folur më parë për këto tema që mendoj se shumë njerëz do e gjejnë veten, do ndihen që janë të dëgjuar që nuk janë vetëm, sepse e shikoj që ky sistem është krijuar të bëjë çdo njeri të ndihet outcast, për çdo njeri të ndihet vetëm, të ndihet çuditshëm, të ndihet i pakuptuar. Pse jo të mos bashkohemi duke ndarë idet, pak në si fillim, edhe tani këtë do bëjmë, çdo moment që do ulemi të flasim, do ta ndajmë, sepse mendojmë që mund të ndihmojë. Edhe nga ana tjetër, nuk mendojmë se ka gjë më e vlerë dhe më të bukur se kjo. Po. Një komunitet i thjesht, apo jo? Po, fuqia më e madhe që ka njeriu është të ndajë nëpërmjet fjalës. Rënon për me tregue. Është fuqia jonë më e madhe. Rënon për me tregue, po, e vërtet. Mirë. Do flasim prapë. Okej. Bye. Bye.